Me ardhjen e pranverës, përbujqit nisë dhe periudha më intensive e punës dhe njëkohësisht momenti kur frytet e përkushtimit të tyre fillojnë të arrijnë në treg. Në këtë periudhë, zhvillohen punimet kryesore në tokat bujqësore, duke përfshirë përgatitjen e sipërfaqeve për mbjedhje, kultivimin e perimeve të hershme, si dhe mirëmbajtjen e kulturave ekzistuese. Megjithatë, krahas angazhimit të madh në terren, bujqit përballen edhe me sfida të shumta, kundër më të theksuarat mbetet rritja e kostove të prodhimit. Çmimet e derivatëve të naftës, plehrave kimike, farave dhe materialeve të tjera bujqësore kanë shënuar rritje, duke ndikuar drejt për drejt në shpenzimet e fermerëve dhe në fitimin e tyre përfundimtar. Përkundër këtyre vështirësive, prodhuesit vendor vazhdojnë të punojnë me përkushtim, duke shpresuar në një sezon të mbarë dhe në mbështetjen e tregut për produktet e freskëta vendore. Ne vizituam bujkun Zhelko Milić, i cili tashmë ka një pjesë të prodhimit të gatshëm për treg. Në seret e tij janë përgatitur lakrat për shitje, ndërsa sezoni i luleshtrydheve pritet të nisë së shpejti. Krahas këtyre kulturave, ai ka mbledh edhe patate, duke shpresuar në një prodhim të mirë edhe në një vit më të favorshëm për bujqësinë. Koha na ka pa largua i fije me këto pune, s'na kalën me punua këtë muajin e parë në vit 2026, por dol kohë e bukur, tash 20 ditë mrapa, domethënë është kohë e bukur edhe kem prispjet me i përgatit pa i shumicën e punëve se a kanë pyetje e vomja e patates a kartollës. Ka dikush ka vonë kësoj qep, domethënë vetë pak ma shumë atër e marrë primet e latë punë koha në ka lejua, praktikisht me muj me punua me u pregadit për këtë sezonin të arshim e kem pregadit bajag i mirë. Në çfarë kulturesh planifikoni të mbjellni këtë vit? Pa e vetë si mjetë prollimin e patates e kom ullë, domethënë e kom zvoglua pe i 85 ditarve e kom ullë 25. Bujqësin në përgjithësi e kom ullë atë prollimin tem dikun belajnë 30% se i pjesë kom e bërzije, kom e unë pak speca, do qep, lakna, bostan, kastraveca në sera, e kom bërzije pak përse disa vjetë të funit kjo kërtoll e ka pas çmimin aq tullun që si kin me i tha, kem baj ven e kem pi uj. Fites nuk ka pas. Çka mund na me ba? Me lë këtë punë krejt, këtë bujqësi, nuk di me çka mu marë. Po provojmë me ba isoj tërnimesh. Për pas tregut bile thum pej 7-8 artikla që tive, mund të jetë një 2 me kanë fitimi, e këto tjerat edhe me i punua në i herë bosh, s'kem çka bajnë, se është situata ashtu. Po sa e rëndësishme është kjo për ju, për bujqit dhe për prodhimin e me vonshëm? Është shumë e rëndësi, se kjo është tokë e rana, është tokë e kuqe, që në kjo se hi për të lakt e prish. Tash në pranverë nuk ka përmirësim, se është mos me hi, kur e ka kohën ajo, me frezirat e me pregadit, me kënë pak lakt, del shumë keqe, me kënë tërët prap forcohet aq fort që nuk mund goditet, është shumë e çuditshme kjo tokë që e punojmë na. Shumë vegle janë që kanë dalë të reja që nuk mund përdoren në këtë soj tokët. Janë mashina që xirret kartolla, janë kombajnat, janë që nuk mund përdoren se ka lëgur shumë, domethënë nuk është e para pame për dosoj prodhimesh. Para 20 vjetëve, për shembull në Malsi, nuk ka vun kush kartolla me shumicë, nuk ka vun i kopsht për shtëpi, po me do farna të reja që kanë dalë me ma të lashta, vinë ma heret, i kem ik zetit, se
kërtolla kur është temperatura për 30 gradë, ajo nuk punon. Do më thënë tash, kjo kohë që e kem pas 20 ditë të funit në ka përkua për me muj me i pregadit të gjitha, jo veç për kërtolla, po edhe tokën e Bostanit, tokën e Specit, janë montu edhe foliat në tokë që bajnë edhe mund pregaditen për para në dëgjana. Besoj që shumica e bujqve që menojnë me hinë punë si mjetë tokën për këtë pranvere e kanë pas këtë rast me muj me pregadit janë ashtu si duhet. Po a janë rritur kostet e prodhimeve bujqësore këtë vit? Kostet janë rrit për ne që i blejmë materialet për me hinë prodhim. Aty po, 20-50% janë rrit. Si farnat, si plehnat, si sistemet për jutje, se të gjitha janë të lidhuna me karburant që me gonë në tonë botë, tash momentalisht puni me thanë, është në mënges edhe çmimet e asaj janë të lidhuna me gjitha tjerat përgjithësi, si plehit, si sistemit për ujitje, si transportit, se deri që anqua çmimi i naftës, anken 3.000 evra kamioni transporti pe Hollandiet me i përun farni e kërtolla në Malzi. 5-6 ditë të funit, ka kësyen 4.500 evra transporti. Dhe më thënë, aja në vetë e qënë çmimin në treg tanë kur të vinë këtu. Për ne bujqit që himën prodhim, çmimi veç ka kësye. Çka ka me kënë kur të qesim na këtë prodhim në treg, se e kuptoha pyetën se a kanë kësye, po kanë kësye çmimet për ne. Çmimet nuk është me rëndësi çka bëhet në Malzi. Në qoftë se çmimet e frutave jashtë Malit Zi, për shembull në Shqipni, në Serbi, në Greqi, në Itali, në qoftë se ata i çojnë çmimet, atëherë se tregu ynë është i lidhur me rrobat të jashtës. Në treg tanë, në Malzi, do më thënë na si bujq marrim pjesë 12% në treg. Na me 12% nuk mujmë me ba shumë. As mund e çojnë çmimin, as mund e ulin çmimin. Dirigon me treg dirigon rroba e jashtës. Edhe me 2025-ën, kanë aq e keqe për bujqit të Malit Zi, se tregtarët që merren me tregun e Malit Zi, kanë ba çmosin me nevu shtjelve në shpenë. Mos më në lëmë jetës për paren, se deri vjetë, na kem marrë pjesë 25% në treg Malit Zi. Vjetë, aq pak ropë kanë bletë e bujqit që e kanë banë 12%. Pse e bajnë ata? E bajnë për me marrë tregun për vetin. Se sa ma i do na bujku i ventit, ata kanë ma kollaj me luj me çmime. Çmimet që i kanë kësye vjetë, janë kanë shtrejta frutet në gjithë tregun me Malit Zi, nuk e kem pas fajin na. Po e kanë pas fajin ata që e kanë ble robën e shtrejt, e kanë prunë Malit Zi, e këtë që e kem prollo na s'kan dasht me ble. Nuk e kanë bërë punë gatë, ata në sistemin tregtar, ata kanë luaj rolin për vetin, se sot nuk ka punë që nuk mund e ban i njeri, veç në bazë prodhimit, në kjo se e ka tregun. Kjo se e hup tregun, këtë prëllon, nuk kanë pyetje, është perime, është plehna, janë sisteme për ujten, a makina, në kjo se s'ke treg, këtë e ke fabrikën e makinës, kjo se s'ke treg për ta. Ata sot lufta është, edhe luftat po bahen për me pështu ekonomin e vetë. Këta tregtarët e kanë gjetë hapun në Malit Zi, se shteti i Malezes veç fjalë bukura, tijem që janë kujdes për bujqësi,
bleni frutat e ventit, mos i bleni pe jashtë, i muhabet e kanë për opinion. E programin e kanë krejt kundërshta. Edhe gjitha i bojnë, për mos me prispjet kjo roba eme në tavlin të popullit malazes. Se atër i bajnë vetë konkurencë. I vetëmi që muj me i banë konkurencë, është roba e vetit e bujku. Kur kush tjetër. Edhe tash nuk është puna aty se dikush nuk muj me e pa me së në zherkun. Nuk ka puna aty. A puna se aj dënë tregun me ma marë. Edhe ne kanë marë, kanë prispjet, në kjo se Malizi, në 2026, vazhdon me tolerua, me ne marë tregun roba e jashtës, atër Ministria e Bujqësisë me vllatë Malizi, mujnë me lëshua agrobudgetin me godi kjuqa e brava, për me i dry prollimet tona edhe të dim se s'kem kurrisen. Me këtë shpejtësi që ja kanë nisë vjetë, të bajnë edhe 2 vjetë, që a i pari vetë 50% robës nuk du me e prolua ta saj që e kom pas vjetë. Pse? Pse me që pe marrë shemullin e naftë sot. I kom tije këta që merren me naftë, këta që i kanë pumpën, karburantat. Thotë, nuk mundem me ble naftën i evre 80 në berz, e me shitën Malzi për i evre gjysë. A gjanë normal se nuk mundem. Nuk mundem as vetë. Me prolua laknën me më kushtua 50 centa kilja, e me shit 40 ose 30. Gjitha që janë ban vjetë, janë ban për me mytë bujkun e mos mu me gjduk. Kush i ka të interese, tash unë nuk po shkoj aq larg, mundi me para pa, me propozua, por shteti i Malizi vjetë ka puno kundra bujkut. A qik me tëna argumente, pe 25% e kanë unë 12% pjesën e robës në trekt Malizi. Ata e kanë ba. Roba prishën për bashtina, nuk është shit, s'kan dash me ne e marë, e kanë marë ma shtrejt për jashtë, edhe ka 50% ma shtrejt e kanë pagua për shumë. Laknën, 75% e kanë pagua vjetë, dërsymet në firmë ku e qoj, të mjet i kanë pagua 30, 35. Aty ne o mërshin 8.000 kile, mo mi mërë të i 1.500 kile. As të lënë gjallë, as të lënë dekun. Ashtë i fjallë e mo që me qekum tije, me keqja punite, kur as të falë, as të vretë. Janën për atyne dyja kish me pas që me pa në 2026. A kanë me në falë, për me në lësho të regun, me mu edhe në me shqit robën ta, a kanë me në vra, edhe nuk i lypet zahir prodhimi jënë Malizi, me gjithë se ata janë kumesin e tjetër punë bajnë. Kush të më thonë trysh, aj nuk është pjestar i këtëne punëve që mërna. Unë nuk di që ka bëhat në Luminski, në fabrik të hekure, por këtu më di, kjo në punë eme, kjo në biznisi eme, që mënohen gjithë që është. Tanë bota investon, financion, Grecia ka bankrëtua, të një mua bujësis, veç mos me hup prodhimin e vetë, e na mënohna me uqil deren gjithë kuj, nuk thëm vetë mos me shtirë ropë për jashtë, se ne në me gonë shumë ropë. Po pse nuk ka mundësi me marë për shemull, pra për e marë si shemull, laknën të vetë, qka ti me gojnë, të marë në Shqipni, ose në Sërbi, ose në Itali, ku të donë. Por jo, ata e bie një herë, e blokojnë tregun për jashtë, mos në kemë ma marë as pak. Ku do me e qua vetë, kur 4 markete që e blojnë tregun e Malizi 90%, kur janë s'do ma marë robën, ku do me shku vetë me robë. Jashtë s'mon e qësë, se dhejta shqim kanë Evropë, s'na prenën kush, nuk e kuptoj se si muj me e leju e shtetë, u i kuptoj trektarët.
dhe në të ban luft për vetin, po nuk e kuptoj ishtet se muj kaq i mrapsht me kënë për këtë punë. Kështu që cilat janë shpreset për fytesë këtë vit, duke qenë se përmendet edhe rritjen e çmimeve të kostove për punime bujqësore? Unë nuk pres diçka posaçe, se unë nuk pres me shiti kide bostan evër. Por ki me kënë në regullt me kënë 20-25 centë, për me muj me fitua diçka. Ose kërtollën mos me kënë nërë 50 centë. Se nuk ka mundësi me prolua vetë atë kërtollë me shit 50 centë e me i fitua lejtë. Me shit 40 e më në zero. Atër, pra tala e kom ullë problemin, me pa alle i herë, në kjo se vazhdojnë puna kështu, vetë nuk kam qef me thënë fjallën, dorëzohem, po du me dalë pe kësaj punë, se nuk dua me nënçmua vetin e punën e vetë. Aq sa mu të rypnua vetë pe vetit se qka e mdo. Edhe që peshëm kanë vetë këto vjetë telefonit, po pse hini punë kur nuk ka fitim. Unë hinit punë se nuk di, unë kom hinë punë në januar. Ka kom dit vetë se sot kanë me kanë 15 shtete në luft. Që punë kam vetë me nafë se kam e me gua. Që punë kam se ka muni me ditë. Unë muni o me punua, o mos me punua. Me rizikua si në gjdo punë, po sa që rizë bujku, që është ilshuam kohës, si bryma që ka ra vjetë me tjetërit muaj, dhe me thënë, janë kënë banë kërtoha dhe në kryq, i ka djekë tana, i ka përslua, si erna që mi kanë qkyë në i lojnë, mi kanë marrat e ruba që i kom pavluat tana, si breshnit që ka ra në vene, si... Na him në rizik, kur i shpi sigurimit, nuk egziston në malëzi që i prenën me ma sigurua prodhimin tem, sa është të riziku i math. Nuk dënë me hi kur kush në të rizik pos bujku katunari, aj që munohet është dhe me hënë e funit ku munohet me marë i kapshat buk ose me jetua me këtë punë. Një vazhdoshin kështu si kanë vazhdua 2025-ën, e besoj se shpejt ja u shohim shumë bujqve bravat në derë, problemit se nuk dua me le vetit me blejsen, me më kushtua i sen 50 centa e me shit 40. As jam i zoti me finansuat punë. E tjetër kush në ka faj, pos shteti që e ka lejua atë punë ashtu. Shohim që lakrat këtu në sirë pothuajse janë të gatshme për trek. Mund të mësojmë se sa ka gjatur gjithë procesin nga mbjedhja deri te kjo fazë. Këto janë vu 20 ditë para vitit ri, domethënë me 2025 janë vu në fund vjetë, sa tje dikun ka i 10 december, i bjen ashtu, ka vegetimin e vetë tash në këtë kohë kur është krenite ashtu, këtë dimë në son kem fort i egrë, ka aj me shkencë, si me thënë, me katalog, thot 55-60 ditë, po, kur është koha kështu e dimnit, ajo e qëtën i fija atë kohë, dhe mund tjetë deri 3 muaj, por në përgjithësi, 70-80 ditë ajo del në trek. Pa tash bela shumë është me thënë, në let nuk muj me duru, se ki me lullua, i kalën ai afati i vegetimit, edhe nuk mundet me duru, po këtë lakën dhe me thënë tash 3 muaj, pas 3 muaj punë ta, ajo del në trek, edhe besoj që është afrua për 4-5 ditë me këtë lakën mund dalë në trek, i kam 4 sera, janë 12.000 lakna janë dvume, i kam do sera me jagoda, lule, shtrylla, ato besoj këto 4-5 ditë kam me filluar në trek, se kanë filluar mu kuqe. Kërtollat janë dvume, qept janë dvume, në përbashtina
ato janë me pak ma shumë vetë se për shembull serat I punoj mua më duket si qesharake, unë kam afër 4000 metrash, por nuk janë për nënçmim se e besoj një vazhdoshin problemet në bujqësi, atër puna eme ka mu bazua veç në këto 4000 metra katror që I kam sera, se aty edhe ka me më kalu koha edhe ka me pas pun për vetin boll edhe në sera ka shans njeri me I marrë 3-4 frute varet cilin prollim me futën pun gjatë vitit. Jashtë është tjetër, as mu që mu prua pe kurri problemit elementar, do më thonë pe kohne, klima ka tërnua, a e muj në vend re këta që I shëtisin e nuk merren me këtë soj punet, nuk dive që vete kom mure disa vjetë të funit ma krinta bora s'kara të ndimit e dje kara të janë zbardh bjeshk. Do me hanë ka arë koha e ndo me prit me pa bore në Malzi, do të me prit marsin. E jo januarin. Diçka ka tërnua, a ka ardha e o periull që sigurisht për 100 vjetë tërnojnë, edhe klima bela për 20-30 vjetë ka mu këthu e prapë që janë kanë, por momentalisht është shumë shtirë me hinë prollim jashtë pa në I kontrol si që ka sera, për shembull. Kur ku, në Evropë, nuk punohet ma jashtë posë në Malzi, ose posë grunit, kolomoqit, janë do gjana që s'ka nevoj për sera, edhe nuk mujnë mu prolon sera. Se që për shembull pe marrë shembullin Shqipnin, 95% e kanë prollimin në sera. Edhe ajtë që donë me vazhdua, me punua në bujqësi, ajë nuk ka perspektiv në kjo se nuk I godit serat. Në kjo se nuk donë me kontrolua punën që e banë. Jashtë ka herë janë 20 vjetë që e kam tjenë do prezentime që I kem pas do panela, pej profesore që I metër katrore në serë, e pagua 40 metra jashtë. Do me thënë, ma hesab ka, bujku, me I vu I 1000 kvadrat sera, se 40.000 jashtë. Pse, 3 herë ma pak shpenzën, 3 do 4 herë ka prollimin. Për metër katrore, të gjitha janë 3 fishua, do me thënë kile që nep, 3 fish ma shumë nep. Perspektiva e bujqësis nuk e kom zbulua vetë, as po du me shitur ti, po veçën Malzi ka met mu prolua jashtë, I kështu si qka të nabë zoti. Gjithë kush e ka primet punën sera. Unë I kom godit të sera tash 25 vjetë, zdeja kam drejt, po saktën duhet me e folë, me matë partë, mos thonë maj pari, me gjithë se kësa kujtojnë vetë I pari, I kom godit serat. I ka pas edhe I persona dy në Malsi, po e në kënë tjetër model, ja u kanë pa lanë shteti do sera pe jashtë, pe Holandijet, a Izraelit, a zdi ka e në kënë, por me 2000 parën vetë I kom godit serat, programin e kom marrë në Kraci, Qaplina, Metkovića, si e thonë, do me thonë, atje kom marrë programin e hepokut sera, po atërë në fillim I kom godit pak ullun, e kom pas problem do vjetë me borë, se nuk kam kujtua se aty ku e kom marrë në programin, aty s'ka pas borë. A kanë buz detit, edhe ata nuk janë kënë pregaditun. Pas disa vjetëve atër njerëzit e kanë pas, e ku kanë gabua vetë, edhe do tjerë pas me që e kanë marrë të vetë këtë kalupin, e I kanë godit ma kullun edhe I kanë godit ma stabil edhe jam I sigur që nuk janë as pak ma të vjetun se serat për shembull që vinë pe jashtë që I keni tash në program të
Ministrisë Bujqësisë, janë kanë i pardi, që dhe vetë janë kanë do programe, është sera 2.000 metrash, 70-80.000 evra. Unë i kom thonë edhe tjerve, edhe vetit, kur s'kish me hi në atë boq aqë. Pse? Po kur mu një godisi 1.000 kvadrat, a 2.000 kvadrat, për 20.000 evra. Pse po hi në 80.000 evra boq? Edhe pak janë si që kanë hi, ka njës që kanë hi me në atë punë, por pak tepër shtrejt janë ato për kushtet tona. Jam kanë edhe në shtetet tjera, jam kanë për shembull në Lushnjë. Aty serat me i pa janë qesherake për këto tonat, pa aty nuk ka borë. Edhe ata i godisin si për lojna me i pa e janë shumë efikase, ata i kryen punë, nuk dvet kush kur të vishën trek. Si e ke serën, po si janë matare, çfarë kvaliteti, si janë speci, si janë kastraveci, ata e këshyrin e jo serën. Në kjo se i vije kuj, këta të rritë se që duhet me hi në bujqësi, me punu më marrë me këtë punë, daqin me hi, atër duhet me këshyr me kontrolu ventin ku të punojnë, e ajo është me sera, me tunele që janë të i godit tash në kohë të funit, janë edhe ma lirë, se me fillua me dësenet lira, atër ato kanë me ble atë ma shtrejtën. Kështu që arsyet sipas jush, pse janë serat më efikase dhe më të dobishme se sa tokat bujqësore pra jashtë? Apo përveç atij ndikimit klimatik që ka? Është ndikimi klimatik edhe janë kushtet që muç me i lanë në serë me kontrolua. Për shembull, unë jetë lakën me pa pas jashtë, unë nuk ka shans teorike me dalë kjo për 2 muaj. E këtu, temperatura sot është 30 gradë. Ajo asaj konvenon. Ashtu edhe për jagode, ashtu është edhe kastraveci, ashtu është edhe speci. Janë shumë gjana që nuk mundet natyra, nuk mundet bima me e durua natyrën në çdo kohë. Ajo ka caktuar me i PSP marsit e deri në vjesht që ja ka lënë Zoti ditë për prollim. Këto janë tjerat, janë tjetër punë, krejt prollimi ndryshëm është. Këtu edhe punohet shumica, po duhet me kanë dora, nuk mund që me hi me gjithë mashinat, me sprakat, me adin, por prap përmirësohen, ama kollaj me i punua i 1.000 kvadrat se 40.000. I punon me 2 punëtor, atë të lypën bela 20. Adin edhe shpenzimet janë më të vogla. E kur e këshyr fitimin, është shumë dallim me prodhim të jashtës. E të ndalim paksa edhe tek lule shtryllat e kultivimi i saj, sa kujdes do në jo dhe a keni menduar për shitjen, do jetë në tregun lokal apo do me gjenë? Unë gjithë prodhimin teme kam praktikisht shitun. Unë po flasë në emnit bujqve edhe po u dalë zot bujqve se unë si person s'kish me pas nevoj me ankua për asisen. Se vetë tash 12 vjetë e kam tregun. Edhe unë kam robën e shitun për pare. Veç nuk munem me tje vetin mirë, kur i shot të gjithë rrëth se nuk janë mirë. Asë unë bela i 100%, po 80% robës e kam të shitun. Unë mos me pas tregun. Unë nuk ish punua as 5% këtyne punëve që i kom punua këto 20 vjetë të fonit. Se tregu i lidhë gjitha. Kush se ka tregun, a i s'muj me hinë në kurri prollim. Do me qili lokal, mos i ka mushterit, mos ka kush me hinë, kote pan lokal, me kem 5 milionç. Më në godis serën, me milionat kushtojnë, po në kjo se se kam tregun. Unë atër nuk kam qka me lypë. Se funi e kryesorja është tregu. Ne tregun ne kanë vjellë. Unë ku shkojnë në Podgoricë, unë jam si me pa dalë një tjetër shtetë. Aty e roba pe gjithë ka, veç jo e jona. Edhe atër ti s'mu që me gjithë vetin, ti e jaban gjinë shpit vetë. Ne, në kanë ban bujqit, bujqit i ka ban Malizi jaban gjinë shpit vetë. Që s'ka ban vakja, se ban kush, veç Malizi.
Nuk ekziston ai shtet. Nuk kom has se i përgjajmë kuj. Pse e bajnë? Ata din. Ose nuk u intereson, se tash sa dit është problemi i nafs. As got, as me gabu o kush me përmet problemin e nafs për buq. Që e din se janë pranë vere, din se i haxojmë tash shumicën e asaj nafte. As në kujto kush me përmet, se jo me nëni mua, me mu interesua, ku kem me marë. Tash e kanë pru me bidona. Kam 5 traktora. Më duhet me dalë në tus, e në pump me i bush 30 kg naft. Nuk munin bidon. Jo, thot, shkrua aty në pump, është e pruome. E më duhet tash më bajnë me godit hordhiqe. Duhet me marrë kamionin, se e ka rezervajnë 200 litrash, me shku në pump me bush, e marrë me dzirë me zore me qitë në rezervar traktore. Se s'mund dalë me traktore dash për pazar. E lene ma më kujtu e dikush. Me thonë, jetan njerës prallojnë, jetun e njerësve o kem boq, se në gjdo shtet e ka naftën për bujësi pa akcizë. I vetë mja Malizi, si Italia, si Shqipnia, si Greqia, si Serbia, tonë e kanë, i thonë, Plavo Gorivo, Crveno Gorivo, i kanë me ngjyra, a kupton, po është i caktuam për atë. Këtu të na, nuk mujmë asë në pumë me ble, po na duhet me shku me traktor. E deri aty shkon Malizi e nënçmon bukën që i prolojmë na. Çka kom me ha? Çka i përket të ne jagode, ato janë bim 2-3 vjeçare, ato 3 vjeçare thirrën, por në përgjithësi 2 vjet i pajmë. Unë i kom vunë vjet në muajin gusht, i kom vunë sera edhe tash është i pari frut që i del në treg bele këto 4-5 ditë se kanë filluar mu kuqe, muni tash me thënë që është afrua. I kem jashtë, po ato s'kan me prispjetas bele pri muaj gjys. Pri muaj sigurisht nuk dalin, se e shot tash ku në cilën fazë janë, aty është për parësia saj sere. Kush i pari, thonë ati i vajza. A i dyti ai ka shku vajza. Në sa është keni kultivuar? Unë jashtë i kem me 30.000 fidana, e në sera i kam 6-7.000, ashtu janë, i kam da do sera me provo me dali fije ma heret në trek, se edhe atë janë pak problem, sa me atë jagod e zanë seren 2 vjetë. Edhe unë i kam vunë për me i hjek, sa të kalojnë a i frut, unë i hjeki se nuk më një blokoj serat, nuk kam hesap me i blokoj serat 2 vjetë për 20 ditë se vjeli jagodet. Por e kam pas qef me provolla gjanë, i shoh ka njerë që merën veç me atë punë, kanë sukses, se u eca jo punë edhe me jagodet, se tash në kohë të funit ka dhe shumë kërtolla në përsere, lakna, në fillim na veç kemë mu speca, kastraveca, malatare, tash janë bërzia të frute, e lan hap, shqyqiron hap, i fije kjo puna edhe kanë rrit kvadraturën e sere, shumica e në ty e godite, po u thome edhe i herë, pa ato, në këto probleme klimatike i herë, nuk ka sukses. Unë për vetin, ka dalë jam të u tërhjek pe kësaj punë ka që të madhe që e kom pas detash. Kështu që në përmbledhje, prisni sezon të mirë këtë vit? Po, gjithmonë kom prit sezon të mirë, po çka ka me kallëzua koha, nuk ka me kanë shumë në pyetje gabimi i bujqve, por tha që janë shumë gjana tjera që kanë me caktua, kanë i mira i keq. I herë pika e parë, a ka me muj me i marë mrapat qmimet që jem ka i fusim qtimin e këti shpenzimit, a kem me muj me i marë mrapan kur t'i shesim. Jer si kanë me kanë ato qmime, e dyta varet si kanë me kanë klima, a ka me i përket frutit për me muj, a ka me kanë e përshtatshme për atë frut në atë moment që tjetë afrit tregu ta,
Tash di çka me thënë, unë pres se ka me kënë i mirë sezoni, por me ba me menu trysh, bela kish me elem punën sot. I sigur nuk jam asën këto fjallë që po i thëmë, por ty pritjem se ka me pas diçka sukses, se janë do vjetë quqme edhe në koronë, o kënë i mig jetë e kjo sezon, asaj punë problemet globale. A kanë me muj këtë frut me për unë ma lira, a kanë me muj me bloko treguna, ka i herë me gojnë do gjana edhe jashtë, atër na qilet qila bela 10 dit, 15 dit për me muj me shqit diçka me fitua. Po, gjithë kush ban luft për vetin, si aj trektari, si aj proluosi, si çdo njeri në punë vetë, në biznis vetë, këshirë sot është kapitalizmi, e shohim edhe të gjithë, nuk ka ma regula. Janë ty e shkel, për me njerëzve dekun për me ardete, ajo që e kanë vizatua ku duen me hi, e ku duen me shkua. Mua, nuk më pëlqehin këto punë, po është i fjalë kineze, thot aty ku nuk munem me tërnua kurrisen, me atë punë as po merrem. Edhe unë nuk mund të tërnoj gjana, mujnë me mu pëlqyë do gjana, mos me mu pëlqyë, po vetë nuk jam i zoti me tërnua kur gjana, mos të merrem me gjana globale, se edhe vetë si mjetë e kem pa, kush e ka prit se po kris luftën 15 shtete. Dash na duhem a mos duhem me prenua, ashtu është ata njerëz janë. Që ku ka fillu atje, na po ja shohim sherrin gjithë. Por, po thom si shumica e popullit që ekziston, edhe unë nuk mund të tërnojnë gjë. Atër, ma mirë kime ke mos të merrna me atë gjë që nuk mund e tërnojnë. Me qenë se disa herë përmendet të rinë gjatë bisedës, duhet të di se si e shihni ju interesimin e të rinjve ndaj bujqësisë. Rreziku i tyre janë kënë që janë këtu ku janë. Se bujqësia në krejt botë ka perspektivë, ka shansë me ecë për parën. Këtu të na dikush që do me fillu sot punës. Nuk është bujqësia, nuk është i kulturë, i punë që me thonë si qa matematika. Unë di e njëm mirë matematikën. Në bujqësi duhet 5 zanada me i ditë. Duhet me ditë qëfar farë në është duhet. Cila vije, cila zvije për këtë vetë. Duhet me ditë cilë plehna me i përdorë. Duhet me ditë me cilën sistem ujitjet donë nëj frut. Dikush donë impiantat, dikush siduron donë. Duhet me ditë me punu me vegla që me traktora, me mehanizaci, duhet me i paj ato vegla. Duhet me njoft tregun, me kanë trektari mirë për me shqit frutin e vetë. Duhet 5 zanadat, pakten, pak kom tha, duhet me i ditë. Është shumë e shtirë, ajo pësohet me vjetë. Këtu të na, edhe që kam nëjmet mas fortit, si Malësia, si Zeta, e kanë pas si tradit. Edhe e kanë pas kollaj me vazhdua të rritën punë, se kanë pësua pe familjet që kanë bujqësia e din. E din 50%, po edhe 50% pësohet. Thonë me i këthëja, thot, në katon, njerëzit që kanë shkua në pazar, po qëka donë me bajnë ka me tretë në katon? Qëka donë me bajnë aty? Këta nuk janë mënu me i pështua. Këta që kinë me dasht për më marrë me bujqësi. Se ky teren, këto 2 komuna, Zeta e Malësia, e kanë pas në tradit bujqësin edhe veç me u panimua pak, ata e kinë pa vetin. Po shumica e të rive nuk e shohin vetin ma në këtë punë, janë të dalë, janë të lërgua. Se
me qua djalin e doktorit, me qua në Katon, me roj lupt. Për mua është e pa mojtë, se s'ka pa kur gjë me pësua në lidhe me Katonin. Aj, djali em, a djali i 90% shpia në Malsi. Ku do të qosh në bujësi, a i ka me ditë dhe 50%. Ata nuk e ka pa shteti atë gjë. E kam folë këtë gjë, mos i hupni kadrat që i kini. Nimoni aty në e që duhet. Jo, do më shkua në veri do më i këthë njështit, po kanë do në me këthë ata atje. Po dhe shkojnë ata vetë që po thonë do në me i këthë. Aj, që ka lenë Podgoricë, kur të shojnë lopën ka me ikë, e jo me u afrit. Menimi jam i kështu, bile edhe jam gabim, por nuk e një hala, jam pe pazarit që ka ardhë në Katon, pos një ka pas si tradit pe familjet atër në këthuje dikush. Edhe ta e në pika, se janë dy jeta, Katoni e pazari janë dy jeta, dy sisteme. Lidhe s'ka njëri me tjetër. Unë lirin e Katonit s'kish me shqit për tanë Podgoricë. Së më duhet gjë. Kam qef me pas parkingun e vetë, të borin e vetë, traktorin e vetë, me dalën livat vetë. Ja, ato më bajnë dizërë. Me malon krejt zgradën Podgoricë, me ma falë, veç me mu da me jetua atje, kish me thonë s'ta duhe për zëtë. Së më duhet gjë. Nuk jam pësua me jetua. Ashtu e laj pazarlia që këta demek po investojnë me i këthuje në Katon, më besoj se sa ti në gjallë s'kanë me godit atë punë. Aj që jelë shoni herë, që rastin tjetër. A në shkojnë njështit në Amerikë. Kush po u thot mos e janë në shpit vetë kujnike. Po nuk e lëshojnë se e kanë ma mirë atje. 90%, s'po thëmë tanë, po 90% e dinë ku e kanë punën, e dinë ku e kanë banesën, e dinë ku e kanë shkollën, e dinë ku e kanë doktorin. A të që du me matash? Qëka du me ba unë kërtolla në rrën? Ja, ashtu i shoh vetë, ja të në pamet e mija, bele jam në gabim, por jam të e folë me shpirt, jo me shkencë. Edhe më duket se do gjana janë shumë shtremt ka i shohin. Nuk mu që me e këthyë ata pe pazarit në Katon. Për që zote edhe ma shtirë më duket kishe me më qua mua në pazar. Zdi që me bandje. E të jeshtë ku më mbetet, ju falendroj shumë për kohën dhe për bisedën dhe që gjithmonë në mi pritni këtu, ju urojmë punë sa më të mbarë. Faleminderit ju që na keni kujdese na vini çdo kohë punës që fillojnë do gjana ashtu pranë verës, ose marojnë të vjesht, ose televizioni bojnë është televizioni që e ka pa gjallë këtë vetë Malsin. E ka pa gjallë, e ka pa për mu ditë, se pa ta shumë gjana kinë me metë në tërë. Edhe u dua suksese për parim në kohë të vazhdueshme. Faleminderit për jush që keni ardhur me na pa se ku jem me punë me bujësi.